Mirëmbrëma të dashur miq të RTI-s, po ju përshëndesim edhe sonte prej studios së emisionit Qasje tridimensionale dhe si çdo të shtunë po takohemi bashkë edhe këtë të shtunë prej orës 21 me panelistët tonë të nderuar që i kemi në studio e që po konsiderojmë prapë që tema që kemi zgjedhur të jetë e dobishme për gjithë ata që e ndajnë kohën me qenë bashkë me neve. Sonte me mua në studio është profesor Shpejtim Hyseni, prof. Mirë se erdha. Mirë se gjeta, faleminderit. Edhe gjithashtu Valentina Leku Gashi, pedagogja jonë e dashur. Mirë se erdhe. E të dashur shikues, sonte do të flasim për një aktualitet që na përcjell, nuk po them çdo çast, po në secilin moment ndoshta që i hapim qoftë rrjetet tona sociale, qoftë ku shohim diçka nëpër media, do të flasim për konfliktet virtuale, do të flasim për gjuhën e urrëties, e cila në masë të madhe duket të shprehur kohëve të fundit, ndoshta sepse si popull jemi të frustruar, ndoshta jemi të harxhuar, ndoshta jemi pak nervoz, e po të shohim çka mendojnë edhe këta të nderuarit që i kam në studio, e bashkërisht do të mundohemi të elaborojmë edhe faktorët që po na shtyn me qenë që kaq të frustruar, që kaq të mlefosun, po në anën tjetër edhe të shohim prej zojës pedagoge, që njëkohësisht është edhe psikologe, ndonjë këshill se si mund ta mbrojmë veten prej asaj energjisë negative që po din me u shfaq nëpër media. Prof, ti kogja je aktiv kështu edhe nëpër debate në televizionet e tjera, po në anën tjetër edhe me replika shpesh herë nëpër komente, veç pas ku përdoret ndaj gjuhë urrëties kur është në pyetje çështja fetare. Çka mendon, pse kena gjithë që të mlef si shoqëni me nxispresum me shadikën? Se jena të prim me shoh. Po mrapsh si gjithmonë. Na kënaqemi kur e mësojmë vetë fëmin me shoh. Edhe kur shohim fëmija thojmë lëmëri më ka bëu fëmia me shoh. Domthon këta e kena qysh ABC. Fatkeqësisht, po edhe çarrosmi se më ka bëu fëmia me shoh. Domthon kjo puna të shomës është problem kombëtar i një, nuk është e sotit. Domthon me ose pa vedi i primna fatkeqësisht kësaj pjese, pa ditë që po rrisim, po ndërtojmë fëmijë me mungesë të theksuar të kulturës, të edukatës, të mirësjelljes. Domthon na edhe të shamën, edhe korrupsionin e mbjellim qysh fëmini, që dyjarë qafëm, ose që dyjarë e stimulojmë pak, e nxisim, ose duju mua, ose duju të, ose am donë mu ma shumë, ose a donë atjetër. Domthon këto i kena mrapshësi mbjellni prej të qenit fëmij. Edhe më kona të dyjarë falë të na kriz belaja, po kryesorja. Punën e korrupsionit të mësumës, kur nuk e vasna me ne? Ja, po, kur njëra të vëgël, qafë tezën, qafë dojën, qafë hallën, t'ja dyjarë. Si korrupcion. Jo, qysha, po qysh, ose mi të marrë, ose me të njofshëm të qysh, ose kur t'jepsh të 2 euro, thmisa s'u qafë mu, të qafë ty. Domthon, unë jam një munges, një përqafim ma pak, 2 euro si kam, ma du të me këshirë, ka të qafë ty dikosh. Edhe të puna të shamës, edhe këto e llogarinë se fatkeqësisht si zotni, jo si janë ma të mençë, ma të zotësie shohim. Jo, se zotni nuk shohim, po kuptimin unë jam ma i zoti edhe si gjinshmëri dhe pasherë. Pikërisht si gjinshmëri fatkeqësisht, se unë jam i mençëm, ja lëshova, ja bona, ja ktheva, e mashtrova, e shohim si përparësi, domthon si diçka të mirë, si diçka të dobishme. Jo, përkundrazi, ti që shon mas pari shon vetveten, i shon prindrit e tu, për neve që na shon jes me kafundi me atë hisën e të shamës. Po që ajo pjesa dhe vogël qof neve po na ngasmon, po na iriton, po na bën me reagu. Edhe thjesht nganjëherë me ran nivelin atyre që po shohin fatkeqësisht, ose në mungesë të gjuhës të argumentit, pastaj po duhet me radhë nivel të tyne. Na po ju ofrojmë fakte, po ju ofrojmë dëshmi, po ju ofrojmë gjithçka që është me të shkruar për mbështesëm ato që po e pohojmë, ata veç me shah, me nënçmu, me fy, me poshtru, e me na këshyrë, me na ullë sa ma shumë që është e mundur. Na jo që na zot me mbrojt islamin, se islami është ma i madhë se na, po e kemi përbërsh pak me avon hakun të ajo pjesa e të vërtetës, atë sa dim. Kur nuk dim, jo me sharruas na, jo me këthy me të njëjtën monedhë si ata, po jena për mishit edhe për i tullit edhe për i gjagët edhe na. Edhe ka njerë neve na vlën gjigimi edhe neve, si aty në tjerve. Edhe kur vlën gjigimi dhe na derdhët, edhe djetë të na shka bëhet hajrë prej ujtë në nxetë. E mirë i shkona mes me vlu shpejt, mirë i shkona mes me para gjyku,
mirë i shkon mos më na dog vetja më i mençëm ose më të mençëm se të tjerë, ose me patjetër veç njëna palë me pas drejt, jo more se të dytë psikologjikisht nëse është quhet çështë apo 6-ën edhe 9-ën e shohim unë si 6 ti e shef si 9. Tash nëse janë nisme na morrën, ato dy të kena drejt. Po ti e shef 6-ën e shoh 9-ën, të dy të kena drejt. Tash kur nalesh në fund me menu përse na rrej kesh, me dy si budall, domo pse na shoh, pse kena bëu diçka për diçka që siç dasht hiç. Domo veç duhet gjak nxehtë mos më kon, me marr gjëra shtruar, të pëlqen diçka, e pëlqen se pëlqen, komenton, het studje. Po njëtë është e mos të pëlqej, do të thonë ti më pas drejt me patjetër, ti më pas drejt me shoh dikon, ti më pas drejt me reaguar në mënyrën më të poshtër, më të egër të mundshme. Se kretë po thojnë apo nuk përmbrojmë atë pjesën që liria të shprehurit përfundon aty ku cënohet liria jeme. A mundon që edhe mediat japin një të shtymet e që kjo çështja? More mediat po bojnë pjesën kryesore, ata veç po e nxisin. Fatkeqësisht sa më shumë të shohme realisht, sa më shumë replika, sa më shumë replika, aq më shumë klikime. Këtë që aty është tripi, do të thonë nxitja është tek leku i dytë, leku i pisaft. Taja leku haram, do të thonë taja pjesa që ta mush xhepin po ta zbras në dërgjegjën tonë. Prof, nëse mund të lidh, ju thatë që meshkujt djemt sa do të vogël kur janë, kur fillojnë fjalët e para me i fol, na e nxisim me fol një fjalë të paheshme siç është me shoh. Kjo në traditat tona duket sigurisht një farë tipi burrnor që po din me shoh. Po se më ka rrit djali me shoh, tash po vajzat që nuk e përdorin to. A mendon që se tani tema sot më është konfliktet në rrjetet sociale. Këto konfliktet apo vinë vetëm nga meshkujt apo edhe nga vajzat, sepse ndoshta që në femirinë e hershme meshkujt po nxiten familje, jo vajzat. Po mandej kur po rriten gjatë rritjes së tutje, sot të dy gjinit realisht komentojnë keq ose çka do në rrjetet sociale. Çka komentojnë femnat taftofin me fjalor janë. Nuk e kanë nga familja, apo thjesht e kanë të ndërtuar në vazhdimsi. Jo, se fëmijëria japin njerë, jo djerë, se nuk është femna barabartë me moshkullin. Domthon femnën e korruptojnë me njerë. Jo, për ne është të na. Femnën e korruptojnë me njerë, do të thonë kjo që femna kënaqet me më pak shpejtim se. Jo, nëjnat pa drejt. Jo, nëjnat pa drejt dhe na nënvlerësojmë femnën, përkundërzi. Domethënë fatkeqësisht na kretë kena arpin i femnës, edhe këtë nonat e kena femna, gjithsesi për nesh. Edhe na fyrin e nismi prej nonës tonë. Për çfarë që në ka prunë jetë. Domthon na vetë ulmi femnë pak më poshtë. Me një orë kishe po e ruajmë, kishe po kujdes, me ana tjetër që kishe ti nuk vlen sa vlen një djalë. Domthon na e bëjmë këtë kuptimin, na e nxisim këtë kuptimin, edhe nxisim këtë ndarjen këtë rrjetin edhe mes vllaut edhe motrës. Nështë pa vedi e pa qëllim, po e bojmë që të honë. Kur i dëgjojmë këtë fjalë, nuk është e rëndë me dëgju nëse dëgjojmë prej babës, prej vllaut, prej agjes. Është e dhëmshme kur dëgjohet që prej nanës, prej të njëjtës gjini, ose prej tezës, ose prej hallës, prej kujdo, po kur vjen prej të njëjtës gjini që ti nënvlerësosh karshi vllaut, kjo është pak më keq. Se përndryshe prej baballarëve na gjithmonë na ditë që djali ka vënë pak më lart se sa vajza. Ashtu është profesor. Neve na ka bëu zori me anu ma shumë ka djemë se ka qigat. Pse zori? Se djallin e kena pas si pushk, si zot shpije, që i del zot atë dhejot, i del zot kombet, i del zot shpijës, ajo kon kujdestari me mbrojt nonën, motrën, do më ketë më të vegjës, ajo kon moshkulli që e ka hungur ketë barën. Po kjo nuk e ka bo më të pavleshme edhe motrën se edhe nonën, se prej sa jo shqy, prej sa jo është veshmballë, prej sa jo është e koruth, prej sa jo është bon që kjo moshkulli që është sot. Çato nonat i kanë bu burë që të djallë. Qaja motra që është kujdes për të pa rezerve ka bëu që të la më konë në balë të gjakut. Pe kalëzin një njare... A je gjuna të shpejtim që s'ki motër? Nështë të gjuna, jo, po që shpishof tash do rangës, po thëmë shqyqyr që s'kam. Nona jeme është gjallë, alhamdulillah, dhe pa që a mi jetë gjatë, a e shkon më të marak që se ka pas një qikë, po unë e fërë së mjetë marak. Ta që më plëtsune me një qikë, edhe ajo e qikën të me donë ma shumë se nështë që e du une, po thëmë kushtimisht, jep shpirt masaj, po jo që e shoh motrën si problem, as si problematik, për kontrazi, mungesën e saj si motrën e ndjej, po jo të i kuptimi që... Ndoshta është frika për përballjen e sfidave që vjen. Pikërisht, apo moj mi dal hakush, apo moj më konë pranë saj, çka po jeton, ku po zezohet, ku po rahatohet,
aja brenga e kujdesa e vllaut. Që unë se kom pas mundësi me shpërin ndaj... A mund të lidh këto, po pa kalu jashtë temës që na jena sot? Se e theni një fjalë ku po rahatohet ose ku po zëzohet. Shpesh kur të martohet vajza, na thojmë është rahatu. A menon që gjithmonë rahatohet, sepse unë menoj që nuk rahatohet, mësohet me çato që e ka. Mirë ose keq është. Po menoj që thjesht është mësu, edhe po jeton ka njerë ndoshta një martesë pa shëndetshme ose një shoqëni jo që trajtohet që duhet, a mënon që për një me u rahatu që shtojnë ana është rahatu edhe është kry, apo... Këtë rahatimin shpesh na shumë me piranës tonë, që na u rahatun pisoje, që të në bishpi se kena martu edhe u grupunë, thash, aja duhet mi vujt pasojët e që të rahatimit, jo. Për kontrazi, një vajzë rahatohet në bazë të bagajit që e ka të ndërtum, po prej nonës, edhe për babës pa preshtu dhe babën. Po nëse nona e ka mësu, e ka rrit, e ka eduku një vajzë që te burri, që është familje e ti, nuk është mos me preshtu që shkove në shpit burrit të tash je huja tje, jo. Se veç në islam femna e ka dy shpije, ka shpijen të baba dhe ka shpijen të burrit, dhe më në ka dy hise. Por nësë sikur e përjashtojmë, tash të më atje të burri edhe u kry, aniva s'niva a pas s'pash. Po, aniva s'niva që ka nuk duhet me ni, a pas s'pash që nuk duhet me pas, edhe të burrit ti jo më shumë si gru e burrit. Jo më shumë se nuse ti, jo më shumë se bashkëshort, jo më shumë se non e fëmijëve të përbashkët, jo e fëmijëve ti, po fëmijëve përbashkët. Jo më shumë se nuse e vjerët edhe e vjerës. Po tash këto granimi bashkëvor pak te kalon të kompetenca, po bëhet burr shpit burrit, po s'kan më bë burr, as shpit tonë nuk mundesh më bë burr, s'ka caktuar zoti më bë burr, pa as më shpejt, as më pak te shtëpia përbashkët të familja e re e përbashkët me burrin. Domthonë na çto pra po them I gatujmë ose na dalim pak bukët për te asaj fryjën pak ma shumë, ata në kur fryjën e hub edhe atë brumi kryesor që është me rujt familjen, me rujt nderin, ftyrën, moralin të prindërve edhe të burri. Dikush e merr si përgjithësi këto, jo nuk e merr si përgjithësi. Ajo është veç kujdes, ajo është veç me rujt veten. Kur ti të shkosh, kur ti paraprakisht pajtohesh për çat martesë, paraprakisht pajtohesh me kalu pjesën tjetër tjetës edhe je amanet I që ati që po të mërë për gru tash, ja kona amanet I babës I nonës, tash ja amanet I burit tash. Çdo mashkull I ndërgjeshëm edhe I përgjeshëm kam ata dhonë hakun ty në çdo aspekt të mundshëm, edhe mësë me të lonë ti më konë kur gjatë tjetër përveç si një shtyllë kryesore, pas të cilit qëndron një grua e fort, e edukuar, e kulturuar, që ti nuk e bën garin ose nuk trishtohesh më këtë shtëpi saj, po përkundrazi, mezi s'pret më ardh te shtëpia te grave të fëmijët. Këtë punën e amanetit, më thonë që ti je tash amanet I burrit, grave, domethënë shumë e shohin si jo të mirëqen, po edhe ndoshta si jo pronësisht, po them sklavëtonarina, e kuptueshme, po domethënë shihet si në vlerësim ndaj gruas. Pse do të më kon amanet dikujna, unë jam me zoja vetes, unë punoj vet. Do më thonë, në qëtë rast, konfliktet virtuale në ashta për cilat po flasim, ose komentet negative, gjuha o rejtjes kish mujt me u zbraz edhe mbi neve që e kena qëtë qasje. Personalisht, për shembull, edhe natyrisht, do më thonë, për aspektit profesional, si sociologe, unë mënoj që është privilegj për gruan me pas dikon që është krah I saj. Dikon që e mbështet, dikon që e shtyn me I përpara, dikon që ja lehtëson barrat e jetës, e liron prej aspektit material, qashtu qysh jena të lirume, po në anën tjetër, gratë e kanë atë dëshirën për me u dukë sipërfaqe, për me punu ma shumë, për me gëzu të mira materiale ma shumë, ndoshta në mënyrë të pavetdijshme sa janë të e dëmtu vetveten. Se nuk është e lehtë, as nuk është e thjeshtë me punu 8 orë jashtë shtëpisë, edhe në anën tjetër më mundu me I nxanë krejt programat edhe karrierën edhe edukimin e fëmijëve. Edhe familjen, sado që flitet për ndarjen e roleve, megjithatë unë konsideroj që të radhjen ata shqiptarë që dinë me qenë gjithmonë aty për me mbështet gruan. Pa dashme e deviju temën, edhe pse ato që I diskutuam natyrisht që kanë dobishme, pse mendon që jena që kaq shumë nervoz si popull. Pse që kaq shumë kena nevojë me nxjerr energji negative në sipërfaqen e jashtme. Se kur dikush e jep një koment e para se jemi popull frikacak. Ai realisht është I mbushur mllaf për vete. Jo, por që është I mbushur mllaf për vete, kur nuk ka pasoja ai të na çet mllëve, se më ndryshe ku tutet,
Nuk gëzojmë me qitë përpjetit hiç, absolutisht. Na jena popull frikacak. Apo thushi që ata që po komentojnë negativisht, po tutën në përshpijat veta me nxerr mlefin, ata e kanë gjetur një komoditet me telefona. Qatë negativitetin, qatë mlefin që qesin, ata kanë mungesë theksuar të edukatës familjare. E para. E dyta, na jemi popull frikacak, anë pse historia na ka mësuar ndryshe. Jo, më në ka dalë. Një shqiptar nuk e shoh një shqiptar tjetër. Më nësh mos u pajtu. Po nuk do të thonë me pas armek me njerë. A është me shami, a është me sheshir, a është pa shami, a është me dimia, a është me kule, a është me neq. Na jena mësu, më na bo të rëbije me unë shkryt të poshtë, mësë me këshyrë, mësë me hapë sytë. Absolutisht, njeve që shtu në kanë mësu për në të tanë. Është e drejtë të themelore gjithë se cili për nesh, mu vesh ose mu desh. Jo me do lakorisht si Tarzanin rrugë me të këshyrë gjinja si të smut për qikë, po as ty mësë me të këshyrë me të shami si ashtë toksor, as këtë që i kemë pashami me këshyrë si shqiptare ty si arabke, as mu mësë me pasë ku me ditë shka. E kur jenë atë që kjo shqiptare dhe arabe, prof? Për shambull veshja komtare shqiptare konë me shami? O që ata që të mbrojnë sot në thojza, që ata në thojza që të mbrojnë shqiptarin, duke sulmu shamin, ata vesh shqiptarës janë. Atyri jo vje marrë për bera me vendos plisin. Atyri jo vje marrë me vendos plisin edhe në shesh me dalë. Se është demode. Se me thonë më vesh me tirë që t'jesin qafë. Që ata këtë janë jashtë, janë shërptëtor dikuj që shpirtin e lonë, shnetën e lonë, për teri shkojnë punë, për teri këthejen, për me mbjetu, fëmija vetë një fjallë shqip stadi, edhe ai krenot në atë mund që unë po e mbroj shqiptarin. Cëllën shqiptari për më mbronti. Këthevje të që të, vuaj si jone, për jetoje duja të dhejën që shëdu unë që të, e jo atje, e të na jepi vetës pak të drejt, me më folti mu për atë detari, po jo të e sulmu tjetërin. Nuk mbrojt shqiptaria të e sulmu shamin, se ti, nëse jo nëna jote, gjysha jote, o kone mblume me pa tjetër. Ajo ka pas kule vesh, edhe pa e cini diçka në krye nuk u dalë për derës së të borit. Në shenjë të nderit, respektit, edhe tjetër nuk ka këshyrë, a ka pa, e mblume se pa mblume, por kërë e mblume, ka unë shkryt edhe njerë ma poshtë. Ska mos të mëj me dita e grue kujtësht edhe ose qika e kujtësht. Absolutisht. E haqë ma bank me marë mundin me sha. Kanë një normë të lartë fetare, edhe një drejtë themelore diku që ka vendosur mu mblu. Pse sot kërkush mos mund me nxjerr për islamit. Kërkush s'ma ka imponu. Pse sot një vajzë të mbuluar, hakikat për Zotin e Madhëshëm, kërkush nuk mundet me zbulu, absolutisht. Shpirtin ja merr, ama me heksa më nuk vjen. Për çfarë imponimi po bëhet fjalë? Çka po bëhet ti më shqiptar se unë? Nëse musulmon mu që falë në 5 herë, nëse musulmon xhamin, nëse musulmon shamin, po edhe mu mblen gjaki shqiptarit. Kur të mpresh, kur nuk prekët, të na dhoni, të na kthej ty, të na ku dalmi, ku ime, ku dalmi është këtë dërdhim. A më këtë njëherë u matë shumë, a shqiptari vërtet, u matë shumë, a me prek një shqiptar ku nuk preket. Nder. Bulesa nder është. Ti nuk guxon me zhvesh, nuk guxon me cullakavë, të mblumën e dikujt. Jo më ti të shpejote këtë lakorisht lej. Po as tu për jashtë nuk guxon me nxjerr lakorisht, se ka rend, ka kod të veshjes, nuk guxon për jashtë se nuk je në xhungëll. Jemi në qytetërim, cili do kop qytetërim. Po me një vend ku ti ki drejt me u desh, deri në soazat, deshmës normales, unë i kom drejt më vesh. Pse unë ty s'po të sëllma që i ki drejt më vesh? As po të thëm je bo si filanit, as si filanat. Absolutisht unë s'po të marrë shembull. Unë s'po të thëm, o vllai dashur, o motër e nderuame, çika nuk është mirë, nuk është në rregull. Dash vazhdo dishu, dash vazhdo veshu, dash lëvon, dash bolov. As nuk po të tjetërsoj, nuk po të thëm që si shqiptar. As nuk po të thëm që kjo kon ose kon, çfarë do kof për çka është pyetje. Domthon na nuk guxona me i dhon vetes drejt me nxjerr dikon prej kombit, me tjetërsu dikon, me të hajsu dikon. Nuk është kultura jone, po çka ki ti të vesh shqiptarën trop. Prej çarapave deri në kapoçi ki ket kinës. Asnjë bund, asnjë jatagan, asnjë partir që ua kur gjabë skitish, kur gjos shqiptare skin, çat plesit kamet, pi çat plesit vje marrë. Po da garantoj që çda, në thojza, që qesin push për goje, kulçedra, në jetën sociale, në televizora, çto në sheshe, ty një vje marrë pi plesit mëre. Të dy fjalë me ditë anglisht, trollav, thotë që ky nonën e babën anglez i ka pas. Se mo gjermanisht e italisht, baj vet, edhe greqisht, edhe gret marrin lakmin ta, që sa mirë për folin. Dhe ma qata vinë, prej jashtit në shesin palavra, ose edhe këta tonë të mbrensmit këtu, edhe i përjashtojnë 95%
të shqiptarëve prej të qenë shqiptarë. Ata as 0.1% së përbajnë, nëse neve na qojnë Arabi, më konë që na qojnë Dubai, na këshin knoqë, po këmë ditë ku na qojnë. Se që atje kanë qef edhe vetë në hi kredime shku me bo selfie. Ato ndeve, se nuk hyben të ato ndërtesat e majës, kanë para me hyb, po me shku në Arabi, me shku në Egypt, me shku në Tunez, me hyb ndeve knaqët, që të qëtë fotografie dhe knaqët, më konë që na qojnë dikun ku i shkon hajri, thot njëra, po as vetë nuk e din. E këto me i qu shkonin në Arabi, 95% shqiptarëve, i bjen me qunë ven amanetin e Akademisë të Arteve Shkencave të Serbisë për shpopullim të Kosovës ose trojeve etnike shqiptare brenda Jugosllavisë. Domthon me lon troje shqiptare vet, me i quë shqiptar në Nadol edhe në Arabi, edhe me kanë do me gëzuti trojet etnike shqiptare atë, Ti po jetë shqiptare? Për çka bëhet shqiptar ti? Kur çdo element shqiptarizë në trup tonë s'ki. E çet në kryq përpara që as nuk e ki dim pse e ke gjithë kryqin. E kur të diç ai Serbi i Beogradit thot, po kjo kone jam ose kjo kone jam ose çore kryqin te kryqin te ka. Çfarë elementi shqiptar? Çka të bën kryqi shqiptar ty? As krishterimi s'bën shqiptar, krishterimi është pi Palestinës, pi lindjes mesme. Islami është për atjet. Këtë fet hynore që kanë bërë thirrjen e Zotit një shmëri këtë janë pi lindjes mesme. Ka po ma lidh thimu krishterimin me Evropën. Është ka qysh tek Evropa në 5 vende na ndajti në Kosovë, në Ilirit, Maqedoni, në Ulqin. Këtë që të troje shqiptare etnike i la jashtë Shqipënisë së sotme, ti po jep shpirt për Evropë. Vesh më konë me ditë pse. Po ti vesh ta di, çfarë po të bën shqiptar ty që kjo më kanë di, hajt. Prof, ko gjam mlef ko ke mushë te? Amo jo, që mush me mlef, sa duhet më mush mlef këtu, amo është brengose, është shqetësuese, unë gjithmonë këtu një them një grusht pleshtash. Që nuk ja vlen na me kall jargonin për ta. Jargoni vjen 95% e kombit. Komentuesit e rrjeteve sociale, që zakonisht shprehin mllef shumë të madh na për komente në rrjetet sociale. A dhe që le ta dinë shikuesit ku na po i drejtohemi tani. Po, çatyre që shumë ishit i qartë edhe shumë me drejt thatë, vetëm unë jam kundërshtim me ty kur të jemi popull frikacak. Nuk besoj që jemi popull frikacak, po kemi një grup të njerëzve që kur nuk janë të rahatuar vetë shpirtërisht, kur nuk ndihen mirë, atë mllefin e tyre, atë merin që mbajnë brenda ata e shprehin diku. Ku e shprehin na mundsinë e parë çasti tona i kanë rrjetet sociale. Do që shohim diçka që na i vrojnë në syt, ato e shprehim mllefin ton. Jo, po për shembull këtë ata që komentojnë. Tjetra, mos ndeshkimi këtyne. Është shumë e rëndësishme, unë besoj që është shumë e rëndësishme shteti më merr me këta njerëz që ata që nxisin në rrjetje, mos durim. Fetare kombëtar shkruajnë edhe kërcënojnë edhe rinë shumë qetë. Tani mbas kësaj ka edhe plot njerëz që me akont llogari falso, po. Llogari falso shkruajnë pikërisht ato që menojnë me thonë, por nuk guxojnë me thonë, e këto pajtohen me ty që ka njerëz frikacak, e nuk janë të guximshëm me thonë, mandej me llogaritë falso hinë dhe komentojnë bashkë çka dojnë. E unë mendoj që këto ka shumë rëndësi shteti u merr me këta persona, jo a di pse. Ka shumë njerëz, jo vetëm Kosovë, po edhe me sigurisht që ka shumë gjithë botën, ndoshta po ka raste edhe në Kosovë që për shkak të bullizmit të madh që ju ka bën rrjetet sociale, ka pas edhe tendencë për vetëlëndim ose suicid. Për shkak që thjesht s'ka mujt me pranu disa komente shumë të vështira. Aty varet edhe prej personalitetit që na kemi si njerëz. Sa i pranojmë fjalën e tjetrit, sa ndikon te ne fjala tjetër. Po megjithatë, komentet janë qysh ti tek njerit. Pikërisht, horror, qoftë kërcënuese, qoftë bullizuese, çfarë do fjalë mundshme që njerëzit thjesht duhen me thonë, e qesin. Unë mendoj që këto bëjnë njerëzit për shkak që paktën ata që komentojnë, nuk janë thjesht nuk janë mirë, nuk janë të përmbushur, nuk janë vetvetja, nuk janë mirë familjarisht, nuk janë mirë emocione, momentin që shojnë diçka që si pëlqen, ata mllefin e parë qesin aty. Tjetra, kanjëherë ose shpesh herë na lexojmë shkrime, jo ato që janë direkt bullizuese ose ofenduese, po nuk e di jak një po për shembull nëse flasim me dikën, edhe na vjen një mesazh, këto është edhe keq kuptim pak. Nëse një fjalë ne s'na pëlqen, ne reagojmë pse më shujti kështu. Mirë, po ti pse mundesh me keq kuptu? Nuk e ke dëgju tonin e zanit, nuk e ke pa emocionet e personit, nuk e ke pa gestikulacionet, që do më thonë ai thjesht ndoshta ka shkruar një fjalë që ty s'po duket e mirë, po ka qenë formë sarkazme ose diçka pozitive e që na marrin menjëherë tragjikisht. Ka njerë ka shkrimet, po shkrimet ka njerë janë shumë
tendencioze, po jo gjithmonë janë ato që ka njeri i menon. Tja shkru një shkrim pa përgjithësi, sepse na dina me shkru pa përgjithësi, vetëm se na ka tek diçka me shkru, e pa pas paskejnë diçka që është qoftë me najfar prapavije, ofenduse ose kërcnuse, po me gjitha të, na kena komentues të ndryshëm e të shumt, po është shumë e rëndësishme shteti më mirë me këta persona, jo më jap drejt gjithë kujna me bë diçka. Ti shmarr shtetin nuk kishmi pas ta në mesin ton hiç, në mesin atyne që janë të lirë, edhe që vazhdimisht bëjnë thirrje për shfarosje. Kjo është thirrje për shfarosje. Me bë thirrjet e me dybu 95% shqiptarëve këtu është gjenocid e sapi. Do të më marrë dikush sinqerisht, më së pari Bashkia Islame e Kosovës hiç smiret me këtë sport. E që ajo është dashur me reagun çdo rast, edhe krejt tyne që bojnë nxitje të rrjetit, ose mosdorimet fetar dhe kombëtar, me ja bë kanë 1500 dosje në polici, që ata kur shkojnë në Shkup me dalë, mësë mund me dalë për Kosovës, ata me reflektu me thonë ka dalë, nëse s'ku ka diçka në rregull. Ose një telefon ku shkon me nxjerr, me thonë shteti çka ke bën ti, ke po zori me marrë me këtë sport, pa ta kërkush çka? Domthon duhet me pas ata dosje kriminale sepse janë të tillë, janë kriminal. Profesor, pse mendon që po i friksuan kaq shumë jo arabëve, se s'kemi të bëjmë me ata. Na jena thjesht jena shqiptar, musliman, e praktikojmë fen ton pa pas nevojë me urrëtim arabia. Unë kondon me thonë arab, çka? Se mendon që po i friksuan kaq shumë. Unë e di që si friksohen, hiç mos din dy lidhje që kanë. Unë e di që nëse një praktikues i fesë, veç i keq s'mund me kon. Feja thret me kon adhëtar, feja thret me kon i respektueshëm, feja thret me kon i përgjegjshëm, i ndershëm. Unë e di që një praktikues i sinqert i fesë veç i keq s'mundet me kon. Kujt i friksohen këta? Apo friksohen që na thjesht po mojna moralin, pasërti shpirtërore, njerëzore, apo po dojmë na që njerëzu me shku ka Evropa? Problemin e kanë me vetën e tërë dhe nuk e kanë problemin me askon tjetër. E para e dyta nuk e njohin islamin si fe. E mendojnë që është diçka shumë e vështirë, kapën disa pika që ata i konsiderojnë që ndopt apo që as vetë që thotë profa nuk kanë informacione. Absolutisht nuk e din se veç pak me marrë me lexu ata e gjojnë. Vetë e shën një uri të njerëzve për me nxjerrë vrerë prej vetës. E tash që kjo mundësia e secilit me shoh, me ofendu, me komentu prej shtëpiave të veta, me nivele të ndryshme të vedijes. Pas ata nuk e kanë frikë mas paret krijuesit panas të ligjit. Se kur e kanë ligjin mbrapa ata në guxon me bën çështën. Tash kjo ka bërë që nëpër media me pas mungesë të njerëzve të mençur, të matur edhe të moralshëm. A besoni sa vështirë është me eftu musafir një profesor, një doktor, një njeri të ngritur, një njeri me vlera. Po me kanë kime ballavaçuar ato. E ka pritshmëritë e komenteve negative edhe i ofendimeve. Për shembull, del një doktor ndoshta fol për një smundje të caktuar, atje dikush pi shtëpisë ndoshta që o konsultu me ChatGPT-n i thotë jo, më çfarë ti gabim ti nuk del kur gjë. Ose dikush tjetër, edhe çka ndodh, këta njerëzit e mençur kanë kalu nështë në një zonë të rahatis që po pritojnë me u përgjigj medjave. Besëm që jo rrallë herë, kom pas rratë, që më thënë, okej, në emision tonë në bëvi, po shumë ftesa kom pas, nuk kom shku kërkon. Pse? Të nuk njëhen rahat. E na si televizion shpesher i pastrojmë komentet, këtë e projnë, natyrisht që nuk mundemi me të gjitha. Nuk e dëgjojmë të dhe shka ka më thonë, veç që ka më thonë unë. Po fillojmë mas pari me pamjen fillojmë me komentu. Prej pamjes... E ti që shqemë së dhe shqipër me ka shmirë? Se ti si Arab, dy qysh po folë shumë, shqipë po folë mirë. Babgjysh janë karë për Arabijës, Pisiri, si gjalliri, po. Si gjalliri. Ka që ndinu se të martu, edhe bo shqiptarë. Për Jemenit edhe ish paskon furnizu si parë me Jemenia në Kosovë, me opinga. E tani që aftë përshtoj ka thënë Jemenia për para. Si babgjysh jam i kishë paskon. Jo, mund të rastis me dëgju njerëz nga ofër, gjyshet tona, nana tona, stër gjyshet tona ka qenë të mbuluara me dimia, që shtatë profesori. Mandej, mbas luftës e tutje, që njerëzit shpesh e quajnë civilizim, që na u liruam prej pushtuzve, qoftë prej turqve, qoftë prej serbëve. Menduan që kur i heqen shamia, tani janë të lirë, edhe jo po dëni me na kthy, sepse ata kanë lidhje që kur kemi qenë të mbuluar gjyshet tona, e kanë kujtuar njëkohësisht që kanë je, kanë pas vujtje. Tash po mendojnë që kur na thjesht po janë praktikues të besimit islam, edhe thjesht po e kanë vendos shamin, po mendojnë që janë të kthy edhe kohën e asaj kohe që kanë je, po e lidhin pak edhe robimin. Edhe breshkës që kishin pas tonë të bajt Samarin Pistrondi. Edhe kur shtirin me heg, aja po që
ishe pa mbrojtur pas a marë. Edhe u këthyte në të shmeria vetë. Edhe ato lëpizka që janë 20 cent, në shkëm e marrë me ato që është e mshel, nuk shkëm e marrë me ato që është e qelt. E ka rre fryma, era, marimongat, bubrecat, e kanë shkaravit, ato nuk e marrëmi. Edhe kërshkojna me blet, diçka e zjedhin të paketume, të rojtu në mbrojtur mira, tip top. Kjere në blen 10.000 euro, shka një blen 5 euro një mbolecët, kjere mos mu plunaf. A për gratë, për qiket, për të tjera, të mund me dojnë kabriolet, së problem heq. Të na vla ma nguci, ma shajtje, ma kthej, ma bonus. Po të thomë që ti ki drejt me shaj, ti kush pëse nuk është të vesh që ti ki qef me po. Po ti nuk i ki patet e mi hap syt. Aty qka nuk takon, nuk i nevoj mi hap syt, absolutisht. Se është marrë, se është qika dikujt, është mesa dikujt, është motra dikujt, edhe ti nuk i nevoj mu marrë ma sport heq. Se të ke funë në fundit, del dikush ti përshesh hund, se ti abjen del qëtu. Se jo, edhe lelegi me pas pru, edhe lelegi vjen kryt të hanë me kaqep, se s'ki nevoj me anguc dvaglin e zaj. Po neve në kalin dikush, në ka pru dikush në këtë bu, di kena kaninon kani bab, të mirë të keq, kena vlo kani motor, dhe kërë nga pështetës për murit, di duhet me kryt të bobli. Dhe jemi fiks, adetare shqiptar. Jo, adetare shqiptar nuk shanë, adetare shqiptar nuk fyn, nuk nënçman, nuk poshtran, e run sojnë e vetë. E run dhe në vetë. Pse, apet po thëmë që na i natuca. Se na deri në 99 kena dashur një tjetër në fast, rrejshëm, se na tut pi pushtuesit. Tash se kena pushtuesin e pe ham veten, na u bënëm copa mes veti, ato të Belgradit s'po kanë nevojë më marr me neve. Ti veç këshillit televizionit. Ja kena kaluar atyne. Tash vjen që ata më marr me këtë sport na po mirë mes veti. Ne na bëni pyetje këtu, po uroj mos e kuptohem. Këtë të thonë. Edhe uroj mos dalë jashtë temës. Nëse kish ndodhur ndaj luftë, po e zonë, nëse kishtë ndodhur qështu që shihem të shku, a këshëm pas nevojë na për na pushtues tjetër? A mjafton që na me ditë që është nisë një luftë dhe na me zveti kemë probleme mjaftueshme? Shëqër që kjo, unë gjithmonë këmë vazhdu me i qujt, shëqër që kjo grupi i vogël i pleshtave që janë, se këta veç pleshta janë, nuk janë qenjet mirëfillte njerëzore, se një njeri normal nuk bon këta që ka bojnë ta, shëqër që ne shumica nuk bim prej provokimeve tyne. Edhe thjesht ne nuk e kall me këtë jargonin, 95%. Nuk e kam me vetën për ta, po i pastrojmë ata, që i pastrojmë? Me të vërtetën, me faktet, me dëshmit. Edhe ty i njëru, ty mos i llogarit absolutisht që në mesin tonë. Kur ne i njërojmë ata, kur nuk i llogarisim fare ata vazhdojnë me le, na vazhdojmë rrugtimin tonë, ato kërpunës, se me nisë na më marë, me gjithë se cilin prej tyre, na veç jesme të gjutë gur rrugve, jo mëre, ata kanë rrugën e vetë, na kanë rrugën tonë. Pa do të dikush më nalë me afty hund, po, qysh me afty hund? Me argument, me provë, me dëshmi, me fakt. S'pe pranon, hes të qafën. S'kam ku më marrë me ty une. Absolutisht. A jam arab, a jam turk, a shkaj më shpune e jamja. Absolutisht. Ti në kash me shqiptarë se une, graj me shqiptarin tënde. Mu mas më nuk s'po du më gonë shqiptarë se ti. Qasë e shqiptari, që ti mu jep vetës drejt, me më thonë, ti mu nuk je shqiptar, po heqve s'po du më konë, për shqiptarë se ti, as shqiptarë s'po du më konë. Dhe ma nejna dasht, Valentinë ndërëm, nejna dasht falc. Nga dash për të udhës me në tjetërit. Që ta shqiptarë jem, jam i para luftës. Që ka më në të që më që pesh, me të rejt ty, kur të kom dash rejshëm, paru kërë nga konë zërë. Vesh kërë nga konë zërë, sa më ndryshe jo. Valë pyetjes tonë edhe unë po kom qef me ju përgjigj. Sa se kena njësë më për lavën. Fiks. Politikani njohur, edhe njëkohësisht sekretari i Kombeve të Bashkuara të NATO-s, gjatë kohës luftës ka thënë i vetmi popull që në një krizë, në luftë me armikun, kam rri me mendu e me i kriju dy qeveri. Se në këtë luftës dy qeveri i kena pas. Do më thonë, asë në qatë situatë nuk në ka ra kur gjëta mënë. Në ko pandemija, rëzumë qeverin e lemo që tash me e fiks. Në më thonë, pandemija në akon gjendje me rëzu qeverin. Tash imaginoj qëfar populli me karakteristika të veçanta jena. Na që disme edhe pikë që dicën. Ma i vjetër i balkonit edhe në anën tjetër. Na edhe pikë që dicën e që disme. Na edhe psikolog, t'i bëjmë për psikolog, se do me matë meqëm se ta. Dhe mon, na jena këtë meqëm. Absolut, na i dim krejt. E si të thush i dim krejt, s'dim kur gjahec. Edhe në konfliktet edhe në përjetë sociale. Po në regull është mos më pajtu. Po më tregoni qësh është situata në për shkolla. Ti si pedagoge, ti si pro, po të gëzeme të kalëzu hetë se... A ka shumë konflikte që bëhen jo, atje ka dashuri marramendse, atje duhen shumë njerëz, edhe ka veç zemra, ka veç komente pozitive, ka veç lajka, ka veç përqafime, e të na mas këthyne linë belaja jashtë shkollës.
Pse ja bone, pse komentove, pse... Po që s'ka probleme në shkollë, po shkolla është qerdja probleme, sa të rinia mësot mrapsht, ndërkohë mrapsht. Australia më duke të ishte vendi para, po që i ndaloj vendosën në 16 vjet të tutje, në 16 vjet me ndalu përdorimin e trinjeve në rrjetet sociale. Edhe Shqipëria 12 muaj më duket e pat për TikTok, po nuk bani kur gjë tjetër. U ka shumë e rëndësishme që edhe shteti jonë me u fokusu të që kjo çështje që me ndalu trinjve përdorimin e rrjetet sociale, sigurisht që ka probleme në shkollë. Probleme se kena me trit, ne kena me plast. Na kemi probleme se ata degeneruam gjën mas mosha shtymë është. Se tash janë në fund, një kom ato, një kom këto, ta bëj zi dhe mazi, bile aty mos. Po, profesor, sigurisht kur jemi të konfliktet në rrjetet sociale, na kena probleme ndoshta pikë moshave. Edhe prej rinisë, edhe prej moshave të shtyra, po sidomos në shkollë kena shumë. Në për TikTok, mu më ka ndodhë disa herë që kanë orë nxancet që ka postu, për shembull dikush me llogari falso, ka postu video nxanca që dalin përformojnë për ditën e shkollës, për programe ndryshme, i kanë bë video, mandej të lëfar meme, edhe çdo ditë kemi pas edhe policinë që kemi raportu, po nuk kemi arrit me i zbulu kush fshihet prapa kësaj llogarie. Po çdo ditë nxancet që kanë qenë të mërzituna pa fond, që çam ka bën, a di vishin me video që kanë rrugë. Mandej ato nuk marrin pjesë në programet shkollave herave tjera. Janë ndaloj që edhe më paraqit kanë qenë për shembull vajza që kanë këndu tepër bukur edhe sinqerisht e pasureshin programet për shkolla, edhe për shkak të këtyre video që i bëjshin nxanca të tjerë, ato u penalizojshin duke mos u përfshirë në programet e shkollës. Unë 10 vjet jam arsimtar i gjuhës shqipe. Që 10 vjet me zor të tabela ose në kom që është i dikon me mësu një varg një vjershës edhe më qu me recitu me ndjen me emocion, se kete keshin. Tash, shtene këto dhe atë pjesën e inqizimit, ku ajo se ajo del në televizor edhe e bojnë horë. Në mund këna artë e kriza mendore dhe morale, ku nëzanë si shkëllqyshëm në gudzon me galzu vetën për e këti tjetrit. Se këtë tjetrin ka qëllimin më ngrit, e ka qëllimin këtë tjetrin me ullë poshtë. Që është problemi jonë. Duke i kish për dukjen, kur i bajnë video që i shpërndojnë, hala ma shumë i deformojnë, për shembull nëse është një vajzë me pak mbi peshë, akoma më shumë e zerojnë, i bajnë video të ndryshme. Me montazha. Unë një rast nga afër një vajzë shqiptare, po që nuk është që s'ka jetu në Kosovë, po në Gjermani, atë shumë është bullizu prej shokëve, kur shkoj atje në Gjermani për shkak të peshës, saqë ajo përfundoi me suicid. Ka XX raste që edhe ka me tendencë vetëlëndim, po do të shumë ndërgjegjësim prindrit, psikologët në shkollë, simdhansat që me nejt afër këtyne rasteve, këtyne nxancëve, për arsye se sinqerisht ndikon shumë. Sidomos tani moshë që është e re, që është u ndërtu, ndikojnë shumë fjalë, ndikojnë shumë rrethje, ndikojnë shumë përqeshja. Është problem një vajzë ose një djalë i moshës 3-14 vjet me pas një karakter aq të fortë që me thonë, "Ok, ty po dokna e plot ose e trash, o mu po m'pëlqen." A din thjesht me e dash veten. Sa kimi dhënë llogaritje atij ose asaj, është më vesh pse. Është moshë që ndikohet, është moshë shumë e breshtë, ajo ndikohet, sigurisht që ndihet keq. Ma mirë se me të pëlqy dikush e me të pranu dikush që ashtu që shjerë nuk ki nevoj me o të tërsu. Që ata e ki mik ose mikesh ose që ta e ki meq, mos shumë merë me pjesën tjetër. Ti duhesh me dash vetën ashtu që shje. S'ka rëndësi kujna i pëlqen, s'ka rëndësi që shdo kësh para dikujt. Nëse ti je plot, shumë mirë që je plot, nëse je dobt, kjo që je, duje vetën ashtu që shje. Është mirë me vetësu fëmijët nxancat kretë rinin tonë. Ashtu që shje që s'ka falë zotit, duje vetën. Qa ka rëndësi kujna i pëlqen. Me më rrina një herët të rritunit, me të regu një model të mirë të sjelljes, e mos me nëzirë gjithë këtë inati në jetën publike. Që to i nëzirë në përjasha se i një në shpe. Televizive, për shembull, një debat, një edhe në televizion, një në media, një debat televiziv nuk mundesh me e hapë dhe me dëgju deri në fund, se kime pa gjithë shka. Të honën e të martën gjysën e klasës e kinë gjëmë, se kanë lujtë Counter-Strike, Fortnite ose PUBG të lunet e të honën e ki prajmen, që ata të martën e ki këtë të flajtë, se kanë edhe nona e baba me kulturë evropiane dhe në dy qutë. A i thëmija që ka bon, e ka për cilë qëtë kulturë në thojza. Dhe që ka pru në shkollë, veç kulturës ka pru. Sjell degenerim, sjell shfrenim, sjell rrugaqëri, sjell arrogancë, gjithë shka tjetër sjell, në më të kutë, në më të qëstaj shqiptarisë që ta po rrehin gjëks. Jo, më në kështu. Kur u konë shqiptari më këshirë punë të huja. A është më pak në televizor. Shka të intereson ty shka banë nëjë 24 orë në televizor. Po këshire më regruën të ondë të këshire të mitë të tu. Këshire prind të tu. Kësha i kështyrë drejnës në televizor atje. Mërë me loqët të tua që i kinë shpe? A nëse kërkon ndim për tina të s'kam ku?
Nuk po moj, s'po gjojnë ku. Gjatë ditën telefonin do thotë se pa shtirin tonë, ose rran diçka gjon, diçka shpik, diçka çish, aty në kuptimin. Bile kuçu pak, kur të rrajsh bile kuçu pak aty ndjej ke çardhi. Tash, çaj fëmijë që sjell krejt që ton shkolla i pi shtëpisë ka. Se nona këshyr një serial, baba këshyr një film tjetër, fëmija është në telefon, kush e di çka është i këshyr, edhe veç natën e vinë në fund, edhe baba kjo dhe dhomat i ngatrojnë, të na qonë me hisit të në dhomë vetë, edhe në dhomë ka një gavemisht të i këshyr telefonin, ose flenë që të në salon, kërta shumë në vetën, edhe se... Fatkeqësisht në edukimin e fëmijëve sot nuk marrin pjesë vetëm prindërit, po merr pjesë edhe rrethi gjanë, edhe rrjetet sociale, edhe shkolla. Prindi është përgjegjësi kryesor, prindi është përgjegjësi kryesor, jo, nuk ka diskutim, prindi është përgjegjësi kryesor. Edhe fëmia thjesht merr si model ato që është, një fëmijë nëse u rrit me një ambient të ngrohtë familjar, që s'ka dëgjuar share, s'ka dëgjuar ofendime, ai ka më ka një fëmijë shumë i mirë në shkollë. Po imagjinon këtë rrethin që është ndryshe, imagjinon në këtë rreth që është këtë ndryshe, ai ka më bullizuar është mas shumë ti nëse këtë mirë aty ka vetëm se s'është sur pjesa tjetër e klasës. Që është bukur problem në shkollat tona sot që në klasë 6, fëmija e mekanizme përdor qënë e butë, dhe me shah. Klasë 6. Edhe më thirë këtë stari klasës, dhe të kolegë, dhe mundësish më ardhë, dhe në shkollë se klasë 6 gjithori parë, thashtë, folë, bësha ka, disha ka ndodhë, qare vërtet. Tha, ka shah djelja, thashtë, për parhajë që pas ka shah djelja, thashtë, ku mësu me shah, a dhe tash s'ka di çka është me shah, thash, po ty merru pak me to vetë, pse ka shah te ka shah, do mëna i detyru me shah për mu pranu shoshni, do mëna, është pështet për muri, e tash, kur i del që ajo, e vërtet kërësor, të në regull dhe mi mos në shkollë heq. Na nuk e mësojmë me shah, as mësus nuk e mësojmë, për rrethi imponohet, po tash, kur one si prendja, bëj atina të të gërdecme, të rryrë, të pavleshme, nuk të bën burnore, kur gjo me shah, as me bën kur diçka që s'mohet, aja merr me sportivitet dhe merr letë edhe me dash me shtime shama nuk shanaj. Aja nuk të bën kur gjesh, as me pi cigarë nuk të bën me burr, as me shah nuk të bën me burr, as me burnesh, as me i pas 10-15 femna ose 10-15 frejera, as ajo nuk bën, kur gjë nuk prek të burnia jote. Absolutisht, ti veç bosh, ore bilecika, vje thom shpesh, ti veç bosh vegle dikut, bosh numri dikut, kur ti mundesh më kon vlerë, më kon dikush e dikut, me që më kon një njeri i rëndësishëm, që më kon një very important person për dikon, ti bosh një very idiot person. Se necra hek dorë për të jetë, ti jetë në pësajt të këmë heshtë. A më të duon të vep, apet? Ja, tash varët cilën e zjetë, me se edhe vipet i kryojnë vetë. Na vetë i kryojnë vipet, ne pëqojmë në krytë venit, ana kur s'na njefaj neve poshtë, neve ne vjen ato, po ti vetë qojmë në krytë venit, ka dole, me merit, me hapa, ku dhe të më rinë nej vetë në të meritojnë që ato ku është vendi. Fatkeqësisht sa ma shumë merita dhe sa ma shumë njohuri dhe sa ma shumë menquri, qaq ma pak vlerësohen njërin këtë shoshnin tonë të dashur, po me shpresu për ditë më të mira edhe për dyshim të qasjes. Jemi krejt në fund edhe minutat na kanë ikë, po nësi ju ka me diçka pa e thonë që kishe dashur me e thonë? Jo shumë e thjesht, shkruj, komenta, pëlqe, mos pëlqe, veç për vetën tënde, jo me ranë sytë të tjerve, jo me u duk ma interesant, ma en, me budollakia. Se budollakia veç s'ket autje. E përmenëm, me sha, me fy, me nëshmu, me pushtru tjetrin, me ull tjetrin, ti mas pare këtë të punë ja bën vetit, edhe shka tjetë ka fundi e ty në tjerve, absolutisht. Nuk më rinë të tjetër, po qka bën ti? Ti e të regon shumë e thjesht mungesën e asaj që është qenësore, thelpsore. Mungesën e respektit të në fillimin dhe prindërve tu, se nuk ka prind që të mëson ty me sha, nuk ka prind që të thot bënet këtë zezat dhe mundshme, nëse ka i veç prind sër më konë, tash kush do që e ka njët, e ka lëzu të rimni, ka mënyra tjera, jo në Facebook, jo në rrjetet sociale, po më mërën, kof që ashtërim, shko gjenja derën të na, qysh dahësh, s'ka lidhje, se edhe njone tha po shkej për rejhin njone, tha po, bo aki trejaj, tha po, si dijet, ti mu dollë më rej del, a reja të rejta na nuk dijet, e na që të kena pak problem, na veç ma shumë lehme, se kur jem puna mu pëllafaqu të na bishti nërkoma dhe me mujt me gjithë një qosh me një birë të minit edhe me ik dika. A që është buraj nuk shanë, a nuk fynë, nuk nëqmonë, nuk poshtëron, as ma pak një shqiptar ose një qësar, jo që tjetë lejohet, po sojnë tonë bre, farën tonë bre, s'kam ku qëja, as s'ki kum qënë. Te ke fundit të njëti bromjene. Po jo, more, po qëtu kena leqë, qëtu kena me vdek, dashtën s'dashtën, u pëlqynë, s'u pëlqynë, si arabe, si jo arabe, si turqe, si mongole, si kineze, si japoneze, si kejtë. A më evropian njëtë si kena më bon. Se s'monë, edhe me do s'monë. Të shko në Evropë, veç të ka bekacinë se si jepë në ma shumë dhe për punë, dhe mo që ka shti ki vlerë tek evropianët.
Faleminderit. Edhe unë për fond kisha dashur me thonë që na asnjëherë nuk mujna me kontrollu dikon qysh sillet ndaj nesh, qysh reagon ndaj nesh, ose se çka komenton rrjetet sociale ku na jemi të paraqitur aty. Është rëndësishme që na me kontrollu vetveten, me kontrollu ndjenjat tona, emocionet tona, edhe thjesht me dash veten ashtu që jena dhe me munu, me menaxhu vetveten pa ndiku kërkosh te vetja jonë. Të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve, tu shpresu në maturi, në përbirje të mlefit para se me nxjerrë në botën e jashtme, sepse jemi të vetëdijshëm që secili njeri ka momente jo të mira të jetës së tij, ka momente të frustrimit, të nervozës, të mlefit, por nuk është patjetër të i nxjerrim ato në botën e jashtme. Kur kemi problem në familjet tona, në rrethin tonë, në vendin tonë të punës, të mos bëhemi prej atyre që sulmojnë dikon në paraqitjet publike se kështu skenës po i mungojnë njerëzit e ditur edhe njerëzit e mençur. Ju falenderojmë të gjithëve e mirëmbëjtje.